Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka fil alamin hamidun majid. Amma ba'du. Gjithë hamdi, falenderimet, lavdia e plot i takon të madhit Allah fuqi plot. Shumë salate dhe selame, çdo herë dhe panda i dërgojmë më të dashurit ton, më të madhit pejgamber, vulës së pejgamberis, Muhammedit ton të dashur, sallallahu alaihi wasallam. Jo miq të nderuar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Me lejen e Allahut po vazhdojmë shoqërinë ton me kapitullin An'am. Sot do të flasim për tauhidin dhe shirkun në ditën e gjykimit. Kush është ajo e cila mbet, na shpëton, na ndihmon nesër në takimin ton me Allahun, kur të gjithë do të jemi të vetmuar, kur të gjithë në mënyrë individuale do të paraqitemi para madhërisë së Allahut. Të gjithë në mënyrë individuale, vetëm me shpirtat tonë dhe me dëbamat tona, do të paraqitemi para Allahut fuqiplot. Prandaj, a do të na bën dobi tauhidi, njëshmëria ndaj krijuesit, ajo që e kemi njoft Zotin drejt, ju kemi përul dhe ju kemi nënshtruar atina, duke qenë larg çdo lloj idhujtarie, çdo lloj përshkrimi e shoqërimi bër Zotit në adhurime, në lutje e kështu me radhë, apo ata të cilët e kanë zgjedhur rrugën e idhujtarisë, politeizmit, ata kjo do t'i ndihmon. Por ne e kemi titulluar këtë takim tauhidi dhe rënja e shirkut në ditën e gjykimit. Këtë do ta mësojmë kur do t'i lexojmë vargjet vijuese të kapitullin An'am nga ajeti 17 deri tek ajeti 24. Fillimisht, më lani të bëj një përmbledhje të përgjithshme çfarë përmbajnë në vete këto vargje të Kur'anit, këto ajete nga ajeti 17 deri tek ajeti 24 An'am. Këto ajete na ofrojnë këto të vërteta. Allahu është i vetmi, një, i pa shembullt, që edhe dëmi dhe dobia vije prej tij, vetëm me lejen dhe dijen e tij. Po ashtu këto ajete na ofrojnë se njëshmëria ndaj krijuesit, tauhidi, respektivisht monoteizmi, është themeli dhe argumenti themelor i besimit. Pastaj këto ajete po ashtu na ofrojnë se dija e vërtet dhe e dobishme i çon njerëzit drejt Islamit. Dija e vërtet e logjikshme dhe e dobishme, ata të cilët e kanë fatin që të kenë dhe të pajisin me këtë lloj dije, ata përfundojnë në Islam. Po ashtu, këto ajete na ofrojnë edhe një të vërtet tjetër të madhe, se idhujtaria dhe shirku, kufri dhe mohimi në ditën e gjykimit janë dy elemente që njeriu e shpijnë në humbje dhe në shkatrim të përjetshëm. Si dhe këto ajete po ashtu na ofrojnë edhe një të vërtet jashtëzakonisht të madhe, që jo besimtarët në ditën dhe në paraqitjen e tyre para Allahut në ditën e gjykimit do ta kuptojnë se kanë qenë të vetë mashtruar. Realisht këtë vetë mashtrim ata do ta kuptojnë në çastet kur ata e përjetojnë agoninë e vdekjes dhe kur shpirti ndahet nga trupi, ata do ta kuptojnë këtë vetë mashtrim që kanë leju qëllimshëm e me kryenetësi të jetojnë të vetë mashtruar. Prandaj, para se të lexojmë tekstualisht ajetet tona, njëshmëria ndaj krijuesit, tauhidi, do të mbetet
do të na shpëton dhe do të na bëj faqebar nesër në ditën e gjykimit, ndërsa shirku dhe idhujtaria, mohimi dhe kufri do të bien nesër në ditën e gjykimit. Vetëm Allahu fuqiplot është burimi i mirësisë dhe i shpëtimit në të dy botët, po ashtu e vërteta e besimit të drejtë përpara Allahut në ditën e llogarisë është ajo e cila do të na shpëtojë vetëm dhe asgjë tjetër, sikur thot Allahu në Kur'anin famlart, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim, nesër në ditën e gjykimit nuk ju bën dobi as pasuria, as fëmijët tuaj, por ajo e cila ju shpëton dhe ju bën dobi është zemra e pastërt, zemra e bardhë e cila është ndriquar me njohjen, nështrimin dhe dorëzimin ndaj Allahut një te baraka wa taala. Prandaj, më lejoni të nderuar dhe shumë të respektuar, fillimisht të lexoj ajetin 17 nga kaptina An'am. Them të drejtën, edhe këto ajete janë vazhdimsi e kuptimeve dhe kontekstit të ajeteve në takimet tona të kaluara. Ajete kemi thënë dhe nuk është e tepërt edhe njëherë ta përsëriti, nga se në çdo emision pothuajse qëllimshëm po e përsëriti kjo kaptinë e madhe e Kur'anit, surja An'am, në vetvete i ka 3 objektiva kryesore. Ka edhe qëllime tjera, po këto janë kryesore 3. E para, konfirmimi fuqishëm i njohshmërisë ndaj Allahut, duke pas në vetvete kjo sure, në ajetet e kësaj sure, për plot argumente, fakte, dëshmi që faktojnë njohshmërinë ndaj Allahut një. Vetëm Allahu duhet të adhurohet dhe nuk duhet të shoqërohet atij në adhurim asnjëherë, në asnjë formë, asgjë. 2. Baltosja e idhujtarisë dhe politeizmit shirkut, duke sjell argumente logjike dhe të arsyeshme se kjo është rruga e gabuar. Dhe 3, çrënjosja dhe zhdukja e çdo mendësie të ignorancës dhe gjahiljetit në çfarëdo lloj forme dhe mënyre që ajo mund të shpërfaqet. Prandaj, ajeti 17 thot Allahu fuqiplot: "Wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu, wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir." Thot Allahu fuqiplot. Nëse Allahu fuqiplot ju prek me ndonjë sprov dhe ju dëmtoni në jetën e kësaj bote, fala kashifa lahu illa hu. Nuk mund ta largoj atë dëm, atë sprov, ajo çfarë juve ju shqetëson, askush nuk mund ta largoj atë, vetëm se ai mund ta largoj prej juve. Wa in yamsaska bi khairin, nëse ai juve ju godet dhe ju prek me ndonjë të mirë, me mirësi, nuk mund ta ndalë atë dhe ta pengoj askush përpos ti. Fa huwa ala kulli shay'in qadir, ai Allahu është i plot fuqishëm mbi çdo gjë. Ai Allahu është i plot fuqishëm mbi çdo gjë. Do të thotë, këtu kemi 2 elemente, të cilat pikërisht ndërlidhen me bërthamën dhe thelbin e njohshmërisë ndaj krijuesit një, me tauhidin. Do të thotë, në jetën tonë të gjithë shpresojmë dhe ndrojmë mirësi e të mirën. Sikurse që në jetën tonë ndonjëherë ndihemi të friguar dhe shpresojmë që të mos na godet e të mos na prek e keqja dhe dëmi. Në kuptimin general, parimisht Allahu neve na tregon se edhe dëmi, edhe dobia nuk mund të ndodhin, edhe nuk mund të prekin ty pa lejen dhe vullnetin e të madhit Allah tabaraka wa taala. Prandaj, kuptimi i hollësishëm i këtij ajeti është Allahu dhul Xhelal është kontrolluesi absolut i çdo rrethane që ne mund të gjendemi në çfarëdo lloj gjendje e cila neve na rrethon e na përcjell. Pastaj, kjo nuk do të thotë që njeriu nuk duhet të jetë syqel. Kjo nuk do të thotë që njeriu nuk duhet të jetë vigjilent. Kjo nuk do të thotë që ne nuk duhet të bëjmë kujdes e të kërkojmë ndihmën, e të kërkojmë shërimin, të kërkojmë ilaçin, ku ta diune, zgjidhjen, alternativen. Por, fillim dhe fund, ne vazhdojmë të qëndrojmë të qetë se as dëmi e as dobia
nuk mund të na godasin e nuk mund të na prekin pa lejen dhe fuqin e të madhit Allah te baraka wa taala. Dhe gjitha këto, tani po vim tek elementi i tretë, gjitha këto janë pjesë e mëshirës së Allahut që Allahu te baraka wa taala e ka dhënë në dispozicion. Sikur kemi fol tek ajetet e kaluara, Allahu te baraka wa taala mëshirën e tij e ka bë parim. Nëpërmjet këtij parimi Allahu dhul xhelal neve na trajton dhe neve na qaset me mëshirën e tij, nga sa është i gjithë mëshirshmi, mëshirploti. Prandaj mund të themi në përfundim të këtij ajeti se besimi përfundimtar nuk vendoset nga shkaqet. Do të thonë, ne nuk mund t'i japim epilog asnjë çështje duke i marrë ne sebepet dhe duke e jap mundin dhe angazhimin ton, por epilogu fillon e përfundon dhe vjen nga krijuesi te baraka wa taala. Cili është mesazhi në mënyrën më të thjeshtë me 2-3 fjalë që mund të marrim nga ajeti 17 është se nga ne kërkohet që ti mbështetemi në plotni Allahut, sikur kjo njihet në fjalorin islam, nga ne kërkohet tawakkuli, por në të njëjtën kohë kërkohet nga ne edhe angazhim dhe veprim maksimal. Do thotë, të dyja me i bë bashk, nga se veprimi dhe angazhimi jon është pjesë e mbështetjes në Allahun te baraka wa taala, apo sikur ka thonë pejgamberi sa mënyrën më të thjeshtë kur ka ardhur dhe ka vizitu një shok pejgamberin sa ka ardhur nga larg, pejgamberi i bën pyetje, me çka erdha? Thot erdha me devën time. I thot pejgamberi sa ku e la devën? Thot e lash atje jashtë dhe e lash nën kujdesin e Allahut. Pejgamberi sa i tha, a e lidhet devën tënde? Tha jo, e lash në mbrojtjen e Zotit. Zoti i ruan, Zoti kujdeset për ta. Tha, të lutem, fillimisht shko lidhe devën tënde e pastaj leje në kujdesin e Allahut. Shko lidhe devën tënde që është pasuria jote, që ty dhe familjes tonë të nevojitet, e pastaj leje devën në kujdesin e Allahut. Do thonë, mbështetjen e Allahut, tawakkul dhe veprim. Fillimisht duhet të lidhet devja, e pastaj në fillim dhe mbarim i mbështetemi Zotit ton te baraka wa taala. Cili mund të jetë një reflektim praktik i joni nga ky ajet? Qysh mundemi ne praktikisht me marr mësimin e dur nga ky ajet? Praktikisht shumë thjesht e marrim mësimin nga ajeti në fjalë, kur jemi në vështirësi, zemra duhet të mbetet fuqishëm dhe e qetë, e lidhur me Allahun, dhe jo të lidhemi me njerëzit apo me shkaqet e kësaj bote. Kjo nuk e përjashton edhe njëherë, asnjëherë atë relacionin ton njerëzor që ne duhet ta kemi dhe ta bëjmë në mënyrën më të mirë, por zemra mbetet e lidhur dhe e qetë vetëm kur ne i drejtohemi dhe i mbështetemi Allahut ton te baraka wa taala. E tani, para se të kalojmë tek ajeti 18, këtu dua ta bëj një pyetje për veten dhe për gjithë ju. Kur neve na ndodh diçka e pakëndshme në jetën tonë, si veprojmë? A ja vëjmë fajin mbar botës, apo në ato momente kthehemi sinqerisht me përulje tek Allahu fuqiplot? Besimtari e zgjedh të dytën. Me përulje dhe me plot përgjërim e sinqeritet kthehemi tek Allahu dhul xhelal. Çfarë do që na godet në jetën e kësaj bote, nga se në mënyrën shumë të thjeshtë Kurani na ka mësuar, ne jemi të Zotit dhe tek Zoti do të kthehemi. Çfarë do lloj fatkeqësie që neve na prek e na godet në këtë botë, ne i themi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ne jemi të Allahut, tek ai do të kthehemi. Bukur shumë. Kalojmë tek ajeti 18, që është vazhdimsi e këtyre aspekteve kuptimore. Thot Allahu dhul xhelal, wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa huwa al-hakimu al-khabir. Ai Allahu është dominues mbi robërit e tij. Ai Allahu është i urtë dhe është mirë i informuar për çdo gjë, për sjelljet, veprimet tuaja, gjendjen tuaj, rrethanat tuaja e kështu me radhë. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. Ai Allahu është dominues mbi robërit e tij. Kuptimi i këtij ajeti është se asnjë forcë e fuqi në tokë nuk mund t'i bëj ballë, nuk mund t'i rezistoj
e as që mund të ndryshoj vendimin hynor, nga sa është qahirun fawqa ibadihi, ai i dominon robërit e tij. Allahu t'i takon sundimi absolut, vëllezër dhe motra. Për fat të keq, ne nga pamëshira dhe vrazhdësia e madhe e botës materiale, materializmit. Keni parasysh kur thon materializmi, ju e keni parasysh, materializmi është armiku i shpirtit. Materializmi është ata që njerëzit nuk dëshirojnë t'i lëjnë që ata jetën e tyre ta jetojnë në rrugën e Zotit. Por ata çdo gjë e fillojnë dhe e mbarojnë dhe jetën e tyre e shohin vetëm brenda botës materiale dhe në këtë botë. Nga pamëshira e madhe e botës materiale dhe materializmit, ne shumë herë ligështohemi dhe e harrojmë këtë parim shumë më rëndësi. Nuk duhet të harrojmë asnjëherë. Mos haro ajetin 18. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. Ai Allahu është ai i cili i dominon robërit e tij. Fatet tona, kush i kontrollon? Fatin ton, kush e kontrollon? Kush e ka planifikuar fatin ton dhe jetën ton? Po, ne e kemi një mejdan ku neve na është leju dhe ne e kemi të drejtën e planifikimit. Ai planifikimi njerëzor. Dhe nuk është gabim dhe nuk është ndaluar. Por, a çdo herë njeriu çfarë planifikon dhe ka në ëndrat e tij i del ashtu çysh ai e planifikon? Jo, asnjëherë. Të gjithë ne e dimë këtë. Pse hezitojmë me thonë këtë vërtetë të madhe? Kjo është një vërtetë e madhe, vëllezër, ju motra të nderuara. Secilit prej neve në jetën tonë, a çdo herë planet tona dhe dëshirat tona na kanë dalë ashtu qysh ne i kemi planifikuar dhe ashtu siç ne i kemi ndru? Jo, të lutem. Nga se është ai Allahu i cili dominon robërit e tij. Prandaj duhet të jemi të qetë dhe të bindur, të paluhatshëm, pavarësisht çka ndodh, pavarësisht të tjerët çka na servojnë dhe na ofrojnë, pavarësisht propagandën. Dëgjoni vëllezër dhe motra. Sot jetojmë në një kohë që shumë herë na vendosen syza ideologjike, të cilat syza ideologjike neve nuk na lejojnë ta shohim botën siç është në të vërtetë, dhe ato syza ideologjike neve dhunshëm na detyrojnë me jetu në vetmashtrim. Prandaj ky ajet i 18 në vazhdimsinë e këtyre kuptimeve na tregon se nuk ka forcë e as fuqi në kosmos që ka mundësi me i bo ballë, me i dalë për ballë vendimeve hynore të madhit Zot të Barekuhu te Ala. Kur Allahu don me dridh dikund në një pjesë të botës, një pjesë të tokës, a ka kush që mundet me ndalë dridhjen dhe lëvizjen e tokës? Kur dhe asnjëherë. Madje këto lëvizje dhe këto dridhje të tokës ndodhin për pak sekonda. Allahu na mëshiroft e na falt. A ka forcë dhe fuqi në këtë botë, në glob, që mundet një pjesë të botës me ndal dritën e diellit? A nuk kemi qenë të robëruar për dekada nga një armik i pamëshirshëm? A nuk na ka debu ai armiku i pamëshirshëm a nuk na ka marrë çdo drejt tonën, çdo drejt qytetarit edhe të njerëzve të këtij në qielli? Ata po të kishin mundësi do të na merrnin edhe dritën e diellit. Po të kishin mundësi do të na merrnin edhe natën dhe nuk do të na lenin të pushojmë e të bëjmë gjumë, por këtë mundësi Allah nuk ka dhënë atyre. Dhe shumë të tjerëve, wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. Ai Allahu është ai i cili është dominues mbi robërit e tij. Apo sikur e kanë thonë pleqët tonë, Allahu të bën kahër. Dhe një nga emrat e bukur të Allahut është el-Qahhar. Ai i dominon robërit e tij dhe çdo gjë në këtë botë.
Mos e sfido pushtetin, fuqin absolut të madhit Allah te baraka wa taala. Urtësia e Allahut është gjithmonë aktive. Dhe shumë herë ne nuk e kuptojmë. Urtësia dhe urtësitë hynore të Allahut gjithmonë janë aktive, janë prezente. Neve na rrethojnë, shumë herë ne nuk i kuptojmë, shumë herë nuk dim t'i lexojmë, shumë herë nuk dim t'i lexojmë saktë dhe drejt. E kështu me radhë. Sa fenomene mbot ndodhin. Dhe na iki koha, nuk dua tani të zgjerohem, por janë këto shumë më rëndësi ato që ai shohim çfarë ndodhin gjithandej botës, sidomos sot në kohën tonë moderne, ku teknologjia moderne na ka mundësuar me pa çdo fenomen dhe çdo fatkeqësi që ndodh diku në glob, diku në botë, ne e shohim nga afër. Dhe a nuk duhet këto çfarë ndodhin të na bëjnë që gjithë ne të reflektojmë? Në mënyrë individuale, secili ta sheh vetveten e tij, pastaj edhe aty ku mund të ketë ndikim, a thua jam në rrugën e duhur apo kam lajthitur. Mesazhi nga ajeti 18 është se sundimi hynor, absolut fuqia dhe madhëria e Allahut dhul xhelal, si dhe urtësitë e Allahut janë pambarim. Urtësitë e Allahut janë pambarim, gjithandej neve na rrethojnë. Në përditshmërinë tonë, si kemi mundësi me lexu dhe me pa efektin e këtij ajeti të fuqishëm, ai Allahu është ai i cili i dominon robërit e tij. Në përditshmëri është shumë e thjeshtë, secili nga ne duhet me pranu planin dhe planifikimin e Allahut që ai e ka mbi ne, vullnetin dhe dëshirën e tij, caktimin dhe kaderin e tij. Prandaj, jo rastësisht, besimi i drejtë dhe i qetë në kaderin dhe caktimin e Allahut është një prej 6 shtyllave bazike të imanit, besimit të drejtë. Besimi i drejtë dhe i sakt në kaderin dhe caktimin e Allahut është një stabilizues shumë i rëndësishëm që na dhuron qetësi e stabilitet në jetën tonë. Prandaj, asnjëherë mos e haro ato çfarë Allahu ka planifikuar për ty, dhe çfarëdo që ty të godet e të prek në jetën e kësaj bote, dije se është me urtësinë dhe mëshirën e Allahut te baraka wa taala. Dhe një pyetje e cila do të ishte një pyetje retorike në raport me ajetin, a e di që ajo që s'ma dha Allahu, atë që unë fort e dëshirova dhe e ndrova, gjithmonë kuptoje, është po aq mëshirë sa ajo që ma dha. Do të thotë, ato që ti ke pas dëshirë me arrit, me realizu, nuk ta ka mundësu Allahu, dije që është mëshira Allahut, nga sa Allahu po të rezervon ty për diçka që është më e mirë për ty dhe për dashurit tënd. Pikërisht fakti që ti s'ke arrit me realizu dhe me marr atë, me fitu atë, që ajo është mëshira Allahut. Ajo është më e mirë për ty. Kështu do të thotë, ky është ai relacioni ynë me vullnetin dhe planifikimin e të madhit Allah te baraka wa taala, me caktimin dhe kaderin e tij, me atë që ajeti thot, ai Allahu është ai i cili i dominon robërit e tij. Të dashurit e mi, po e bëjmë një pushim të shkurtër dhe po kthehemi me njëherë me ajetin e radhës inshallah taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të dashurit e mi, jemi këtu së bashku ku jemi duke i lexuar dhe duke i analizuar dhe duke nxjerr mësime të dobishme dhe të rëndësishme për gjithë ne ajetet e kapitullin An'am, respektivisht nga ajeti 17 deri tek ajeti 24. Ajeti 19, Allahu fuqiplot thot: Kul ayyu shay'in akbaru shahadatan Kul illahu shahidun bejni wa bejnekum. Ajeti është pak i gjatë për të kujdes koha që mos na ik, po shkoj direkt në përkthimin e ajetit në gjuhën tonë. Cila gjë është më e madhe në dëshmi? Cila është dëshmia më e madhe? Kur jemi tek dëshmia, kur kërkohet dëshmi, kur kërkohet provë,
Po i thot Allahu pejgamberit, thuaj, cila është gjëja më e madhe në dëshmi? Kulillah, thuaj Allahu. Ai është shahidun bejni wa bejnikum. Allahu është dëshmitar mes meje dhe teje. Mes pejgamberit dhe atyre idhujtarëve që ai pejgamberi i dashur Muhamedi alayhis salam bëri përpjekje të jashtëzakonshme për 23 vite për t'i vetëdijsuar dhe për t'i bindur me argumente, prova dhe dëshmi se rruga e idhujtarisë është rruga e gabuar. Rruga e Kur'anit është rruga e drejtë dhe rruga e Zotit. Dhe kur jemi tek dëshmit të dashurit e mi, ndonjëherë më lani të marr një shembull nga jeta e jona përditshme. Njerëzit të cilët kanë nevojë për një kontekst që ata e kanë dhe ata mendojnë se kanë të drejtë dhe duhet ta fitojnë, ata angazhohen për të sjellë prova, dëshmi, angazhohen për të sjellë dëshmitar për ta ndihmuar të vërtetën e tyre, angazhohen që të sjellin avokat të Zot që narrativa dhe dëshmia e tyre të jetë sa më kuptimplote për të dalë në fund triumfues. Deri këtu jemi në rregull dhe pajtohemi. Bukur shumë. Kur jemi tek e vërteta më e madhe, nga se dëshmia dhe dëshmitarët dhe provat gjithmonë nevojiten për të vërtetuar një të vërtetë. E vërteta më e madhe është e vërteta e Zotit, fuqi plot. Tani kur flasim për të vërtetën më të madhe, për të vërtetën e Zotit, kush është dëshmia më e madhe? Është vetë Zoti te barekuhu teala. Është vetë madhëria e Allahut fuqi plot. Prandaj i tha Allahu e mësoi pejgamberin sa kur jemi tek dëshmia, cila është dëshmia më e madhe? Thuaj, un jam Allahu. Allahu është dëshmitar mes teje o Muhammed dhe atyre idhujtarëve, të cilët po polemizojnë në mënyrë të paarsyeshme, pa argumente, pa dëshmi, pa fakte, pa prova, në të vërtetën e tyre të gabuar. Përballë të vërtetës tënde o Muhammed që ti ke dëshmitar Allahun fuqi plot. Prandaj, cili është kuptimi i këtij ajetit? Kuptimi i këtij ajeti është shumë i thjeshtë, se Kur'ani është argumenti më i fortë ndaj njerëzimit në përgjithësi. Si dhe politeizmi, idhujtaria, shirku, me gjitha rrugët e saj, s'ka logjik dhe nuk është dëshmi, nuk është argument. E kemi thonë shumë herë. Nëse shkojmë prej asaj që është më e thjeshta, do të thonë, si ka mundësi dikush me lënë për uljen, e lutjen, e kërkimin, e ndihmës, e shpresën ndaj Zotit një te barekuhu teala, e të lidhet për diçka tjetër, çfarë do qoftë ajo? Të lidhet për diçka tjetër, jo për Zotin, çfarë do qoftë ajo? Çfarë dëshmi dhe logjike ka kjo? Ju lutem, nuk ka fare logjik. Fare nuk ka dëshmi dhe argument për një gjë të tillë. Prandaj ky është kuptimi i thjeshtë i këtij ajetit 19. Cili është mesazhi që e marrim fuqishëm nga ajeti 19? Mesazhi është se besimi i vërtet dhe besimi i drejtë duhet të mbështetet dhe duhet të ndërtohet në të vërteta, e jo në argumente të paqëndrueshme, për të mos thënë jo në tradita boshe e trillime. Edhe një herë, mesazhi, një nga mesazhet e fuqishme që buron nga ajeti 19 është se besimi i drejtë duhet të mbështetet në të vërteta, e jo në argumente të paqëndrueshme, e jo në tradita boshe e në trillime. Nga se besimi i denj, besimi i drejtë nuk pranon gjëra të tilla. Si të reflektojmë, cili është reflektimi përballë këtij ajeti, është se kur flasim për besimin e drejtë, kërko prova dhe dije. Do të thonë, në Islam dikush nga
fakti se nuk e njeh Islamin. Sot ne kemi shumë njerëz të cilët flasin për fen, flasin për Islamin, flasin për Kur'anin dhe fare nuk kanë, madje as njohuri bazike nuk kanë për Islamin. Për Kur'anin, për mësimet e pejgamberit. Subhanallahu, jetojmë në kohë të çuditshme. Madje ka të atillë dhe që bartin tituj. Paramendoni, njerëz që kanë tituj akademik, flasin për Kur'anin dhe flasin për Islamin, madje flasin për fenomenet ndryshme të shoqërive. Dhe ata në momentin kur flasin dhe guxojnë me fol, nuk po e them që nuk kanë të drejtë të flasin, por po e them nga një aspekt tjetër, guxojnë me fol, ata e shpërfaqin ignorancën e tyre. Nga se ka një fjalë të urtë, guximtari më i madh është ignoranti. Guximtari më i madh është ignoranti. Paramendon, në momentin kur disa njerëz që kanë tituj akademik, po guxojnë me fol nga ignoranca e tyre, jo nga aspekti se nuk kanë drejt me fol, ata po shpërfaqin dhe po e tregojnë ignorancën dhe sa të padijshëm që janë. Prandaj, në Islam nuk kërkohet që ne të besojmë në mënyrë të verbërt. Jo. Pikërisht ky ajet na mëson që para besimit të kërkohet dija dhe prova. Edhe dije, kur themi dija, argumenti, dëshmia, por edhe prova në atë që po e besojmë. Sikur e tham në mënyrë shumë të thjeshtë. Po e them, a ka mundësi që ne gjatë jetës tonë të jetojmë e të mos lidhemi me Zotin fuqiplot, por të lidhemi me diçka që nuk meriton. Kjo është një provë, kjo është një dëshmi. E pastaj, kur thellohemi edhe hym edhe më thellë në debatin dhe dialogun ton, sigurisht se dalin edhe shumë dëshmi e prova tjera, argumente dhe dije të cilat na ndihmojnë në atë. Prandaj, besimi i drejtë kërkon edhe dije edhe provë. E jo besimi nuk ndërtohet asnjëherë dhe nuk mund të jetë i frytshëm kur ai është në mënyrë të verbërt apo është i dobët. Është i pa argumentum. Është shumë e rëndësishme edhe për ata të cilët janë besimtarë dhe praktikues të Islamit që ne rrugën e besimit të drejtë ta mësojmë me argumente të arsyeshme. Dhe ato i kemi pikërisht argumenti më i forti është Kur'ani, është fjala e Zotit te baraka ve teala dhe janë mësimet e ndritura të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ajeti 20 thot Allahu fuqiplot: "Alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, alladhina khasiru anfusahum fahum la yu'minun." Thot atyre të cilëve ne u dham librin, ata e njohin Muhammedin alayhis salam më mirë se sa i njohin fëmijët e tyre. Është fjala për të krishterët dhe për hebrejt. Alladhina khasiru anfusahum fahum la yu'minun, ata që nuk kanë besu, janë ata të cilët janë humbësit më të mëdhej që kanë humbur shpirtin e tyre. Kuptimi i ajetit 20 është se shumë nga idhtarët e librit, qofshin qifot apo të krishterë, e kanë njoft Muhammedin a.s. si profet për besnikrinë e tij, për të vërtetën e tij, për tiparët dhe virtytet e tij fisnike njerëzore, për vlerat e tij, për të vërtetën e tij, por ja që madje aq mirë e kanë njoft sikur i njohin fëmijët e tyre. Domethënë tani ky është një argument. Domethënë a i bëhet pyetje prindit biologjik, a i njeh fëmijën tënd? Apo a mund ta njeh fëmijën e tij dikush më mirë se sa prindrit biologjik? Pra, ashtu sikur i njohin ata fëmijët e tyre, ashtu i njohin Muhammedin alayhis salam dhe të vërtetën e tij, por për shkak të interesave të tyre personale që mund të jenë shumë dimensionale, për shkak të interesave të tyre personale, qifutët dhe krishterët u vërbuan dhe e refuzuan njohjen e pejgamberit alayhis salam. Mesazhi nga ky ajeti 20 është se dija është dije dhe dituri e dobishme vetëm me drejtësi. Momentin kur dijes i mungon drejtësia, atëherë rezultati është vërbrimi dhe humbja. Do të thotë, dija është e dobishme vetëm atëherë kur njerëzit përballë dijes, argumenteve, provave, fakteve dhe dëshmive janë të drejtë dhe janë korrekt. Momentin kur ka dije, por mungon drejtësia dhe korrektësia, nuk je korrekt, nuk je fair, atëherë përfundimi është humbja e vetvetes dhe dështimi edhe në këtë botë dhe sigurisht edhe në botën tjetër. Ajeti 21 thot Allahu fuqiplot: "O man azlamu mimmen iftara ala Allahi kadhiban aw kadhaba bi ayati innahu la yuflihu adh-dhalimun." Kush është njeriu më keqbërës? Kush është njeriu më i padrejtë? Kush është njeriu më zullimçar?
më keqbërsi dhe zullumçari është ai i cili trillon gënjeshtra kundër Allahut waliyadhu billah. Trillon, mendon gënjeshtra kundër Allahut apo i përgënjeshtron argumentet dhe shenjat e tij, innehu la yuflihu adh-dhalimun, ai Allahu asnjëherë nuk i shpëton këta keqbërës. Kuptimi i këtij ajeti është se mohimi dhe manipulimi i të vërtetave të shpalljes është padrejtësia më e madhe. Cila është padrejtësia më e madhe? Me i mohu të vërtetat dhe me i lënë njerëzit me jetu të mashtruar. Me i leju njerëzit qëllimshëm me jetu dhe me harxhu dhe me vdek në mashtrim. Kjo është zullumi më i madh, prandaj thot Allah innehu la yuflihu adh-dhalimun, ai Allahu nuk do t'i shpëtoj asnjëherë këta keqbërës. Keqbërësi më i madh është ai i cili trillon gënjeshtra për Allahun, ai i cili i mohon e i manipulon të vërtetat, faktet, dëshmitë, provat, dhe ai i cili qëllimshëm i lejon njerëzit me jetu në mashtrim. Mesazhi nga ky ajet është se e vërteta asnjëherë nuk mund të shtrembërohet. Në momentin kur e vërteta shtrembërohet, manipulohet, mshifet, mohohet, atëherë pasojat edhe për shpirtin, edhe për trupin, edhe për individin, edhe për familjen, edhe për kolektivin, për shoqërinë janë të mëdha. Janë të mëdha. Dhe ajeti 22 thot Allahu dhul Jalal وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. Vazhdimësia e ajetit, nesër thot, kur do t'i ringjallim të gjithë këta, do t'ju themi, ku janë shokët tuaj të cilët i shpiket? Ju, ato besimet të trilluara në jetën e kësaj dunjaje, që i keni trillua, i keni shpif dhe i keni marrë në qafë të tjerët, ku janë? Ku është pretendimi tyre? Prandaj, kuptimi i këtij ajeti është se idhujt material apo konceptual, dëgjoni, edhe kemi thënë edhe në emisionet e kaluara, sot në kohën tonë moderne nuk janë ata idhujt klasik, prej druve, prej gurve, sot kemi idhuj konceptual, kemi shumë koncepte, kemi ideologji, që njerëzit i konsiderojnë si të vërteta, që njerëzit trillojnë gënjeshtra, koncepte, ideologji, filozofi, për të largu njerëzit nga rruga e Zotit, prandaj këto do të zhduken në ditën e gjykimit. Ajo çfarë duhet të na bëjë të reflektojmë nga ky ajet, se shokët e Allahut, ata që i shoqërojnë Allahut, përjashtimisht atë idhujtarin klasike, përpos asaj idhujtarisë klasike, sot në kohën moderne mund të jetë idhujtari parja, fama, egoja, njerëzit të cilët provojnë që t'jenë të adhuruar për shkak të opinionit të tyre dhe për shkak të influencës që ata e kanë gjithandej. Pastaj ajeti 23 thot: "Thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahu rabbina ma kunna mushrikin." Wallahi rabbuna ma kunna mushrikin, ata thonë ne nuk i kemi bërë shok Allahut. Ata tani e mohojnë gënjeshtrën e tyre, por e vërteta është se pikërisht jo vetëm sa ata kanë qenë të zhytur në idhujtari, por edhe kanë trillu gënjeshtra, por edhe nuk i kanë leju të tjerët me gënjeshtrën e tyre dhe me trillimit e tyre. Prandaj në ditën e llogarisë njerëzit përpiqen të shpëtojnë me gënjeshtër, por ashtu sikur kanë shpëtuar në jetën e kësaj bote, nuk mund të shpëtojnë në ditën e gjykimit, dhe shfaqësimi i tyre është i papranueshëm, dhe ajeti i fundit 24 për sot është "Undhur kayfa kadhabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun." Shiko se si ata e gënjyen dhe e mashtruan vetveten e tyre, dhe sot ata janë të humbur për shkak të trillimeve dhe gënjeshtrave dhe shpifjeve të tyre që ata i bën në jetën e tyre sa ishin në këtë botë. Mesazhi nga ky ajet është se vetë mashtrimi është vetëm një dëm që njeriu mund t'i shkaktoj vetvetes së tij dhe rrethit ku jeton, dhe asnjëherë ky dëm dhe ky vetë mashtrim
Dhe kjo e keqe nuk e prek asnjëherë dhe nuk e dëmton madhrinë e Zotit te baraka wa taala. Prandaj ne të nderuar vëllezër dhe motra, pasi që jemi në përfundim të këtij takimi, nuk duhet të jetojmë në iluzione dhe nuk duhet të harrojmë asnjëherë ditën e llogarisë kur do të paraqitemi të gjithë para Zotit ton te baraka wa taala, me shpirtin ton dhe me gjitha të bamat tona. Prandaj duhet të jemi realista, duhet të jemi të sinqert me veten ton, me shpirtin ton, dhe kjo na ndihmon pastaj të jemi afër dhe pranë shpëtimit të Zotit ton te baraka wa taala. Këto janë disa shpjegime dhe mësime të dobishme inshallah taala që në reflektimet tona duke i lexuar më thellë këto ajete të kapitullin An'am kemi nxjerrë dhe kemi shpërfaq para juve këto mësime të dobishme inshallah taala. Elusim Allahun dhul xhelal që të na ruaj besimin ton të drejtë e të na shton udhëzimin në rrugën e tij, si dhe të na bëj të dashura dhe të na shtoj zellin e dëshirën për punë të mira e të mbara derisa të fitojmë kënaqësinë dhe razinë e të Madhit Zot te baraka wa taala. Në fund lutemi me lutjen e Kur'anit: O Zoti ynë, mos na i lako zemrat tona pasi na udhëzove në rrugën tënde të drejtë. Gjithë hamdi dhe falënderimi i takon Allahut fuqiplot. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.